Tip tashmë. Je kurishtar dirë se çfarë të ka thonë, si të she djali? Nuk e di si më shojnë ata. Unë e di si shoh ata, pa ata si nuk e kam bërë asnjëherë. Okej, atëherë, po ta lexojnë letrën. Letër babës tim Nait Hasani. Babi dashur, unë asnjëherë nuk kam shkruar një letër për ty. Dhe jo se nuk kam dashur, por se nuk e kam ndjerë mungesën tënde, si disa të tjerë që lufta u amori babalarët. Ndërsa mua vllajt dhe motrës na e fali lufta babën për të na lindur, për të na rritur e për të na bërë krenar me veprën e tij të jetës, të luftës e të pas luftës. Po të shkruaj këtë letër bab për të thënë se me gjithë se kam lindur në liri, e njoh veprën tënde e të bashkëveprimtarëve dhe bashkëluftëtarëve të tu, për të na sjellë lirinë. Dhe njohjen e parë për jetën tënde e kam marrë nga mami, e cila ishte bashkëluftëtarja e parë dhe ushtarja e parë pranë teje o komandant. Sot në familjen tonë, me bindjen e plot, ne jemi 5 ushtarë të gatshëm për të qenë në çdo kohë luftëtar për interesat e atë dheut e të kombit. Edhe të tillë na ke bërë ti, babi dashur. Dhe për gjitha të falenderojmë ty, sepse kemi mësuar se nuk ke kursyer asgjë për të qenë i dinjitetshëm, për të qenë i fortë, për të qenë atletar, për të qenë luftëtar, për të qenë jetëdhënës, për çdo shqiptar e për çdo port shqiptare, për çdo tref të vendit ton, që vërtet kemi kuptuar se të don e të nderon si rrallë tjetër. E kjo na bën shumë krenar. Në familjen ton kam vrejtë se të gjithë janë të njëjtë. Mami është si ti, e rritur me ty dhe e fortë si ti. Unë nuk e kam ndjerë asnjëherë vetën të vogël, sepse ti dhe mami më keni trajtuar sikur unë isha i rritur, sikur isha i fortë, sikur isha i ditur, e kështu i keni trajtuar edhe vllajën e motrën. E kjo ka bërë që ne vërtet të ndihemi me personalitet të vlerësuar dhe të vlefshëm. Ndihem shumë mirë kur në çdo mjedis, edhe të shokëve e bashkëluftëtarëve të tu, si edhe në familje, nuk lihem me një anë, por jam pjesë e bisedës, veprimtarisë e zhvillimeve që kryhen. Unë, vllai i madh dhe motra asnjëherë nuk e kemi parë veten duke u përpjekur të bëhemi fëmijë të ëmbël për të na vlerësuar, të paraqitemi fëmijë të urtë për të na dashur, të paraqitemi të heshtur për të mos u tërhequr vëmendjen, të bëhemi të suksesshëm në shkollë për të sjellë gëzim. Përkundrazi, ne kemi qenë në çdo kohë të pranishëm, si të barabartë në jetën e familjes, në jetën tënde dhe të mamit. Unë sot ndihem plotësisht i rritur. Kam bindjen se ashtu si mami dhe vllai i madh, edhe unë e motra jemi të aftë të jemi në krah me ty për të marrë përgjegjësi, për të bërë vepra të mira ashtu si i bëre ti me jetën tënde. Për të marrë përgjegjësi, për të thonë e bëre atë që duhet në çdo mjedis e veprimtari. Babu nuk dua të merrem me falenderime për shërbimet që i bën familjes dhe të gjithë neve, sepse këto i konsideroj veprime të zakonshme, të cilat i bën çdo prind e kryefamiljar për fëmijët e familjen e tij. Por unë dua të shpreh krenarin për ato vepra të jetës tënde që bëjnë krenar jo vetëm mua e familjen tonë për gjithë shqiptarët. E vepra e jetës tënde është e tillë. Na ke edukuar të jetojmë thjesht, t'i duam njerëzit, t'i nderojmë shqiptarët, të komunikojmë me kulturë, të jemi studiues të mirë e të mos bëhemi lakmues. Ta duam punën dhe t'i shijojmë të ardhurat prej saj. Na ke mësuar t'i çmojmë njerëzit sipas veprave dhe sipas forcës morale, e jo sipas fuqisë ekonomike të tyre. Për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, bab, janë shkruar shumë, por deri sot nuk kam arritur të lexoj ato detajet për lëvizjet, qëndrimet, bisedat e aksionet, si i kam dëgjuar prej teje dhe prej mamit gjatë periudhës së kësaj lufte e veprimtarisë së thellë ilegale në për cilën keni kaluar. Në ato rrëfime më duket sikur rrjedh jetë, sikur rrjedh shpirti i pamposhtur shqiptar. E kjo më bën shumë të lumtur që jam biri yt. E kam kuptuar se çfarë do të thotë të kacafytesh me vdekjen, çfarë do të thotë të jesh i ashpër me armikun e shumë i dashur me vllaun bashkëluftëtar. Kam mësuar prej teje se cili konsiderohet karakteri fort dhe nuk tronditet kurrë. Dhe shpesh më duket sikur të shoh ashtu të ngarkuar me armë, me municione, me bomba, me dylbi,
me pistoleta dhe pyes veten sa të rënda duhet jenë ato. Por megjithatë, e di se për ty më e rëndë ka qenë përgjegjësia e detyra se sa pesha e atyre mjeteve. Sepse ti kishe marrë armët për të bërë që Kosova të triumfonte, në Kosovë të triumfonte jeta, duke e sjellë vdekjen armikut që na kishte pushtuar vatrën. Bab, unë jam i lumtur që të kam shok. Më ke mësuar të mos kem frikë. Dhe po ta them se nuk kam frikë të bëj atë që duhet sa do e vështirë të jetë. Komandant, skuadra e familjes tonë është gjithmonë në gatishmëri për çështjen e atdheut e të kombit. Të duam shumë, të përqafoj fort Arti. Një letër paksa e gjatë, po me shumë detaje dhe me shumë elemente. Çfarë po mendoje derisa unë e lexoja letrën? Çfarë të bëri përshtypje? Po, ishim në një ndej dhe ishte 24 shtatori aksionin në Mitrovic. Dhe në bised e sipër, Arti tha, bab, tha, e shkon tha ti me luftu,